إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe, nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që e lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri." Pra, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vëllezër ndashtëm, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që besimtari i fortë, besimtari i fuqishëm është më i dashur dhe më i afërt tek Allahu i lartësuar se sa besimtari i dobët. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzu, na ka nxit që të jemi të zellshëm, të përpiqemi në gjëra çfarë na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Fokusohu, përkushtohu drejt asaj që të bën dobi. Kërkoje ndihmën prej Allahut të lartësuar dhe mos u trego i paaft. E besimtari kur i dëgjon këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të duhej që t'i shtohet ambicia dhe zelli në shfrytëzimin e kohës në arritjen e gradave të larta. Dhe nuk duhet ta nënvlerësoj veten e tij. Nuk duhet ta nënçmoj veten e tij nga se edhe atë të suksesshmit, ata të cilët kanë arritur grada të larta në shkollim, apo grada të larta në tregti, apo e kanë mësuar Kur'anin përmendsh, janë njerëz sikurse unë, sikurse ti. Mirë, po dallimi vetëm mes nesh dhe atyre të suksesshmëve janë ambicjet e larta. Ambicjet e larta, pastaj përpjekjet e shumta, zell i parreshtur dhe krahas së gjithash kërkimi i ndihmës së Allahut të lartësuar dhe mbështetja tek Ai. Marrja e sebepeve dhe lutje të shumta kurorëzohet me një sukses të cilët ne e shohim atë fotografinë e fundit. Ne vëllezër duhet ta dëgjojmë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të rrisim ambicjet tona. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që kur ta kërkojmë xhenetin me të lartë, xhenetin Firdaus. Mirë, po krahas kërkimit duhet të merren edhe shkaqet, duhet të merren edhe sebepet dhe duhet të punojmë për arritjen e asaj grade të lartë. Kam thënë disa prej të urtëve të hershëm. Thojnë: "Men at'aba nafsahu fil bidaya." Kush e lodh veten e tij në fillim dhe ka ta'm ar-raha fi an-nihaya, do ta shijojnë ëmbëlsinë e rahatisë në fund. Andaj largoju prej atyre të cilët të friksojnë se ardhmja nuk është e mirë. E ardhmja nuk është shumë e ndritshme. Mos i dëgjoni ato zëra të cilët thojnë nuk ka herë në këtë vend, nuk ka të ardhme, nga se kjo vjen si burim i mosnjohjes së Allahut të lartësuar. Kush të thotë kështu, nuk e ka njoft Allahun e lartësuar, nga se ardhmja është në dorën e Allahut e jo në dorën e njerëzve. E ardhmja e jote, sukseset janë në dorën e Allahut, furnizimi është në dorën e Allahut, jo në dorën e njerëzve. Andaj ata të cilët i bindën Allahut dhe pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nënshtrohen Allahut të lartësuar me devotshmëri, Allahu i lartësuar do t'i bëjë zgjidhje. Dhe kjo me vetë garancinë e vet Allahut të lartësuar në Kur'an kur thotë:
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ata të cilët i druhen dhe i friksohen Allahut të lartësuar, Allahu do t'ju lehtësoj çështjen e tyre. Thot Allahu në një ajet tjetër, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Allahut, duke i kryer farzat dhe duke përmbajtur nga dalesat, Allahu do t'i bën zgjidhje. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Do ta furnizoj prej nga nuk e pret. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Kush mbështetet në Allahun, Allahu i lartësuar do t'i mjaftojë atij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Si kur ju të mbështeteshit tek Allahu, mbështetje të vërtet, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Do t'ju furnizonte siç i furnizon shpezët. Thot pejgamberi, "Ala tarawna annaha taghdu khimasan wa taruhu bitanan." A nuk e keni pa që dalin bark zbrazët e kthehen bark të ngopura? Pra i marrin sebepet, mbështeten në Allahun e lartësuar. Sikur po do më na tregu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, furnizimin e keni të garantuar. Mjafton mi marrë sebepet, mu mbështeten në Allahun e lartësuar dhe myshde dhe lajme të mira për zgjidhje dhe për furnizim të këndshëm. Ata njerëz të cilët ne i shohim të suksesshëm në jetën e kësaj bote qofshin, apo nga aspekti i sukseseve të fesë, e shohim dikë të përkushtuar në fe, e shohim dikë që nuk i ikin 5 kohët e namazit me xhamat, e ka wirdin e caktuar të cilën e lexon çdo ditë nga Kurani, e lexon dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Ky sukses të cilën ne e shohim nuk është vetëm se një edukim i tij, i shpirtit të tij qysh herët, dhe është përpjekje e vazhdueshme e tij. Dhe ju ka lecu kjo bindje ndaj Allahut të lartësuar pasi ai ka bërë përpjekje. Pasi ai nuk e ka këtë rrugë të shtruar në trandafila, në lehtësi të tërë, mirë po ka bërë përpjekje. E ka lënë veten pa gjumë, ka sakrifikuar nga shëndeti i tij, nga koha e tij që ta shijojë këtë ëmbëlsi të adhurimit të Allahut të lartësuar. Dhe këtë e dëshmon vetë fjala e Allahut kur thot Allahu, "Walladhina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata të cilët bëjnë përpjekje për në rrugën tonë, bëjnë përpjekje në adhurimin tonë, bëjnë përpjekje të parreshtura për çështjen tonë, ne do t'ja lehtësojmë udhëzimin, do t'ja lehtësojmë rrugën e mbar, do ta kapë mbarësia për dorë, do t'i lehtësohen çështjet. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. E Allahu i lartësuar është me vepra mirë. Nëse e shohim premtimin e Allahut të lartësuar për banorët e xhenetit, e shohim që ato grada që i kanë fituar në xhenet nuk i kanë arritur duke i ndjekur rahatit e lukset, përveç se pas lodhjeve të shumta, pas marrjes sebepeve të shumta dhe pas kërkimit të ndihmës e mbështetjes tek Allahu i lartësuar dhe prej sakrificave të mëdha. Thot Allahu i lartësuar, "Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun." Hani e pini në kënaqësi për atë çfarë keni vepruar në jetën e kësaj bote. Allahu i lartësuar i thot banorëve të xhenetit, "Hani e pini, kënaquni." Pse? Për atë çfarë keni punuar, për atë lodhje që e keni bë në jetën e kësaj bote. Po ashtu, një ajet tjetër thot Allahu, "Wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Ky është xheneti të cilën e keni trashëguar, keni fituar me atë çfarë keni vepruar, me atë që jeni lodhur në bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij. Andaj vllazën, sukseset arrihen duke i ndjekur sebepet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon që për me arrit sukseset duhet të përkushtohemi në çështje që na bojnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Le të marrim sebepet të cilat Allahu i lartësuar na i ka treguar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka dëftuar nëse dojmë të arrijim grada të larta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor ku ne i tregon sebepet e arritjes njëra prej shpërblimeve të mëdha në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi, 7 persona janë në hijen e Allahut në ditën e gjykimit kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Thot një prerës i drejtë, një djalë i rritur në adhurim të Allahut të lartësuar. Zemra e tij është e lidhur për adhurimin ndaj Allahut të lartësuar. Pra lodhet në jetën e kësaj bote, nuk shkon pas rahative dhe kënaqësive të ndaluara, nuk lejohet shumë në gjëra të lejuara, përkushtohet në adhurim të Allahut të lartësuar, nga se ambicet i ka të larta në fitimin e xhenetit dhe të hyjë në hijen e Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Pastaj thot pejgamberi në këtë hadith, një person tjetër është që zemra e tij është e lidhur për xhami. 2 persona që duhen për hir të Allahut ndahen dhe bashkohen vetëm për hir të Allahut. Pastaj një person e cili e josh një grua për amoralitet,
me pozit kjo grua dhe me bukuri, ndërsa kë e frenon epshin e tij dhe i thot unë i friksohem Allahut të lartësuar. Po ashtu një person i cili jep sadak, shehu tazi, aq sa nuk e din dora e tij atë çfarë po jep, dhe po ashtu një person i cili kur e përmend Allahun e lartësuar i rrjedhin lotët nga frika prej tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selam dhe salavat të qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar ka zbritur një sure të quajtur Al-Balad, ku e tregon në këtë sure historikin e njerëzimit dhe rrugën se ku duhet njeriu të zgjedh ku po don me përfundu. Dhe me fjalë të shkurtra, Allah i lartësuar na tregon me një fjalë gjithë kuptimi i kësaj sure është lodhje, mirë po për çfarë? Pra, ne në këtë dunja kena mu lodh. Lodhemi se lodhemi, ama për çfarë po lodhemi? Ktu është ajo pyetja të cilën ne duhet t'ja bëjmë vetvetes. Apo lodhesh për mi arrit ato gjëra çfarë të bëjnë dobi në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, apo po lodhesh, mirë po me përfundu në zjarret e xhenemit, Allahu na ruaj. Dhe në këtë sure Allah i lartësuar na tregon këtë të vërtetë madhështore. Këtë realitet që njerëzit mbase e shtyjnë me zor dhe nuk dojnë mi pranu. Thot Allah i lartësuar në këtë sure: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." E kemi mi kriju njeriu në vështirësi të njëpasnjëshme. Prej vështirësisë në vështirësi. Qysh nga fëmijëria deri në pleqëri. Nuk shkon viti vetëm se do të sprovohet me diçka. Një herë apo dy herë, apo edhe më shumë. Dhe Allah i lartësuar na përshkruan tash, lodh se lodh, vështirësi se pas vështirësie, zgjedhë se me kon po kon, zgjedhë se me cilin grup po don me vazhdu. Thot Allah i lartësuar, duke tregu një grup të njerëzve që lodhen për jetën e kësaj bote dhe mburren me të arriturat e tyre dhe me pasurinë e tyre. Yahsabu an la yaqdira alayhi ahad, yaqulu ahlaktu malan lubada. Thot Allahu, a mendon njeriu që s'ka fuqi dikush mbi të? Thot ai, me mburje, e kam shpenzuar në pasuri. Kjo është grupi i parë. Grupi i dytë, të cilën Allah i lartësuar na tregon këtë sure, janë ata të cilët sakrifikojnë nga pasuria e tyre. Lodhen që mi fitu gradat e larta dhe kënaqësinë tek Allahu i lartësuar dhe thot: "Wa ma adraka mal aqaba, fakku raqaba." Çfarë di ti se çka është kjo rruga e vështirë, kjo rruga e mundimshme, kjo rruga e drejtë e sprovave? Thot Allahu i lartësuar: "Fakku raqaba", është lirim i një robi, i një sklavi, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, ose dhënia e ushqimit në kohë të vështira, kur mbretëron varfëria, au miskinen dhe matrabe, apo mirëushqyje të varfër kur është i dëshpëruar. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama. Pastaj liron një të varfër, liron një sklav, është një të varfër, apo është ja largon dikujt dëshpërimin dhe jep shpresë, beson në Allahun e lartësuar, ndihmohet me bosabër dhe ndihmohet në punë të mira në mëshirë. Allahu i lartësuar na tregon epilogin e kësaj gjëje dhe thot: "Ulaika ashabul maymana." Këta janë banorët e xhenetit. Këta janë ata e anës së djathtë, ata të cilët e kanë zgjedhur mu lodh, ama lodh për mi fituar xhenetin. E jo sikurse ata të cilët lodh për lodh e më shkuën në xhenem, të cilën Allah i lartësuar thot: "Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama." Ata të cilët i mohojnë argumentet tona janë të anës së majt, janë ata të cilët do ta marrin dëshpërimin tek Allahu i lartësuar. Alehim narun mu'sada, mbi ta do bie dënimi i Allahut të lartësuar që është zjarri përvlues. Me një fjalë, kjo sure do më na tregu zgjedhë se për çfarë do më lodh. Ndërkohë që hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po na tregon se ku duhet mu fokusu dhe ku mu përqendru. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Përkushtohen atë çfarë bën dobi, kërkoj ndihmën prej Allahut dhe mos u trego i paaft. Elusim Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na jep sy pamësi, sy qelësi, larg pamësi, që të shohim për te dunjas, të shohim në objektivat e ahiretit. Të përpiqemi dhe të fokusohemi në atë çfarë na bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të kërkojmë ndihmën e Allahut të lartësuar,
Ti marrim sebepet të mbështetimit tek Allahu i lartësuar dhe të kërkojmë ndihmë vetëm prej Tij në arritjen e gradave të larta. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër na ruaj nga zjarri i xhenemit. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fuja'i niqmatik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Dërgoni salavat për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. وأقيموا الصلاة.